Unë jam Tan Kazazi, regjisor, producent. Filmi gjatë Vepër e parë, njihet me ty dhe regjia është Erion Kame. Unë aty jam si producent dhe shkurtimisht është historia e një çifti bashkëtorë në sfondin e Tiranës bashkëkohore, ku historia e njohjes edhe e kalimit të gjithë fazave të jetës tregohet nga këto dy personazhe, nga burri dhe nga gruaja. Veçantia është që aty kupton që e vërteta nuk është absolute, të dy edhe burri dhe gruaja kanë këndvështrimet e veta çfarë ka ndodhur, komplet të kundërta, dhe në një farë mënyrë kjo e bën satirë edhe komike, komedi satirike, sepse aty kupton edhe natyrën e njeriut edhe shoqërisë, qoftë me pritshmëritë, qoftë me arketipet, qoftë edhe me pritshmërinë që gati kthehet në paragjykim. Gjëja e parë që ndryshoi në fillim të martesës ishte ajo që unë konsideroja si pikën tonë më të fortë. Ajo që vdiq ishte burria ime. Çfarë botemi? Kishte vdekur romanca bashkë me të dhe pasioni. Unë duhet të kem një fëmijë. Edhe atë fëmijë unë duhet ta kem me ty. Filmi Rikard është një film dokumentar ku unë bëj producentin me regji të Mevlan Shanaj, flet për jetën e artistit të shquar shqiptar Rikard Larja. Mua më pëlqen shumë kjo punë, sepse jo vetëm që kalon përtej artistit, edhe të afron më shumë brenda njeriut Rikard, po nga ana tjetër është edhe një dokumentim, edhe një mbledhje e memorjes kolektive atyre viteve, edhe unë do e quaja një trashëgimi të kinematografisë shqiptare, si shumë emra të tjerë. Në këtë qytet lindi Rikard Larja. Merë dhe pak bu. Kinema e jonë ka qenë drejt për drejt, nuk kemi gënjur, kemi bërë atë që kemi mundur, sigurisht ideologjia ka qenë, sepse vetëm të dish se si kanë kaluar skenaret, derisa shfaq filmi ka pas një odise të dhaftarshme, redaksia, bonte 50 vretje. Një ndër eksperiencat dhe sukseset besoj që nuk do harrohen kollaj, ka qenë në 2017, ne kishim premierën botërore të filmit Bloodlands, një film shqiptaro-australian me regji të Steven Kastrisës, unë aty isha producent. Ishim të ftuar në një eveniment shumë të rëndësishëm, siç ishte ai Fright Fest në Glasgow, dhe kuptohet që ky është një eveniment shumë i rëndësishëm në gjithë Mbretërinë e Bashkuar për sa i përket filmit zhanër. Pak përpara shfaqjes së filmit ishte Glasgow Film Theatre, një kinema gjigante 600 vende, ku njerëzit kishin paguar për një bilet ekskluzive, edhe aty kuptova edhe realizova më saktë që e gjithë po themi pasioni, herët avone, e gjithë rrugtimi vjen një pikë që bën sens. Dhe jam shumë i sigurt që do vijë edhe momenti që kinemaja shqiptare të ketë këtë lloj kompeticioni, po dhe edhe kështu lloj numrash dhe eficiencë në konkurimin global. Kinematografia shqiptare, ose ndryshe Kinostudio Shqipëria e Re, në ato vite ka qenë një familje shumë e madhe, me kulmin e saj mos gaboj 730 punonjës dhe artista që jetonin dhe bënin vetëm këtë punë. Nga ana tjetër ishte vetë sistemi që bazoheshe në goxha propagandë dhe gjithë arsenali kombëtar ishte aty, që do thotë qofse sot një film i tillë do kishte vlerën financiare 1 milion euro, bashkë me gjithë me ushtrinë, me sindikata, me fabrika, mbase ajo vlera reale aktuale mund të ishte jo 1, jo 5, mbase edhe $20 milion ose euro. Kështu që në këtë sens, në këtë plan, filmi ka pasur ato limitet e veta, po ka pas edhe një forcë prodhimi, një ingranazh prodhimi të jashtëzakonshëm. Ndryshe nga sot, ti patjetër që ke lirin për të folur, por nga ana tjetër është shumë sfidë, sepse një artist modern, po e quaj, nuk ka nevojë vetëm të jetë regjisor ose skenarist ose aktor. Duhet të rishpiki veten, duhet me qenë edhe menaxher, edhe seller, edhe distributor, edhe një prezantues shumë i mirë në pitching dhe në gjithë formatet dhe aplikimet që bën. Ndryshe nga ai sistem që ishte i kopsitur për nga kjo pjesë, neve kemi lirin, po jemi të mangut ose mbase bota ka evoluar, edhe mendoj që kinemaja shqiptare nuk është se ka humbur, se domethënë ne jemi e njëjta gjë, është i njëjti identitet, po i evoluar dhe i përshtatur me problemet edhe me zgjidhjet moderne aktuale.
kam shumë regjizor për zemër dhe vlerësoj shumë emra, duke filluar nga pedagogët e mi, po edhe me artistat që unë nuk kam pasur mundësi t'i njihja nga afër, por thjesht kam parë filmografinë e tyre. Po mendoj duke qenë natyrë që jam shumë i orientuar te aspektet sociale dhe te këto dilemat sociale kulturore, mendoj që jam më i afërt edhe më i lidhur me profesorët Dimitër Anagnosin. Nuk mund ta quaj gabim apo mirë, po di të them që gjithë këtë e shoh si proces tranzicioni edhe e shoh në një funksion. Për shembull, unë jam i bindur që publiku shqiptar do konsumoj edhe për të paktën 5 vite alternativa prodhimi, filma komercial, gjëra që janë, si më thënë, jo esenciale ose filozofike. Janë thjesht gjëra konsumi, siç është bota që ne jetojmë. Dhe pastaj mas saj lind nevoja e diferencimit, e kualitetit, e esenciales. Se në thelb kinemaja kjo është. Mendoj që ka, patjetër që nuk janë kaq zë kritike dhe kaq prezent sa që duhet ishte. Unë personalisht në gjithë krijimtarinë time këtu e kam tek aktualiteti edhe te pjesa që mua më përket. Po një individ në një shoqëri, patjetër që duhet të jetë prezent, jo vetëm për trashëgiminë edhe për historinë e vendit nga vjen, po duhet të jetë edhe me këmbë tokë për ku është edhe ku do shkojë. Kështu që mendoj që ka vend për më shumë përfshirje dhe thellim në këtë pikë. Shqipëria me Kosovën janë sa të ngjashme aq të ndryshme. Nëse do më pyesnit çfarë ka më mirë Kosova, mendoj që është pjesa e kompeticionit, e konkurimit. Ato kanë ditur që të japin forcë individit në një farë mënyre edhe të gjithë identitetit të tyre për qenë në kompeticion më të shëndetshëm. Se dihet nga kompeticioni ka rritje. Dhe kaq do doja edhe uroja për Shqipërinë edhe të merrte këtë model të mirë nga vendi fqinj i Kosovës, që të kemi sa më shumë bashkëpunime dhe kompeticion brenda llojit, sepse të krahasohesh nuk është gjë e mirë, po të kesh një farë sens kompeticioni është gjithmonë zhvillim. Nuk mendoj që ekziston një identitet i pastër i kinematografisë ose i filmit shqiptar, për shumë arsye. Unë personalisht preferoj që të punoj me produksione të vogla, art house, që ti të kesh një ekspresion 100% lirshmëri për dhënë zërin tënd. Ndërkohë që me produksione me nevoja që kjo industri dhe kompeticionin që kjo industri ka, ti ke bashkëprodhime, ke klauzola, ke financiarisht, mbi fjalë aty të duhet që të marrësh një drejtor fotografie nga Franca, edhe një drejtor sound nga Italia, edhe gjithë këto gjëra e bëjnë që të zbehet në një farë mënyrë ky identiteti. Prandaj unë kam qenë gjithmonë partizan i filmave art house, me një staf relativisht të mbledhur. Jo se jam kundër stafit internacional, po nëse do flasim shqip edhe duam të elaborojmë tema shqiptare, do ishte mirë që kjo lloj prodhimtarie të bëhej më e shpeshtë me njëri tjetrin. Ka shumë sfida, po e para është financiare. Dhe kjo të bën që ti me këtë lloj situate mund të ndryshosh skenarin, mund të ndryshosh po themi lokacionin, çdo gjë është shumë dinamike. Po në thelb arti sintetik, filmi është sport elitar. Ti nuk mund të shkosh me një vizion si të konvenoj po themi me gjetku. Ti duhet shkosh i kopsitur me dosje edhe shumë specifik. Dhe në këtë pikë kërkon mbështetje financiare dhe kërkon edhe një rigorozitet në zbatimin dhe implementimin e vizionit. Kjo e bën, si më thënë, sfidën shumë komplekse, dhe kjo e bën edhe që filmi shqiptar mbase të humbi pak atë identitetin e vet, sepse ka shumë faktor. Po mendoj që e gjitha është financiare dhe sa më shumë mbështetje të ketë në këtë fazë fillestare, aq më shumë zë të lirë edhe të impaktues do ketë artisti shqiptar. Jam shumë i lumtur që jam pjesë e festivalit, jam shumë i lumtur që ky është eveniment që bashkon të gjithë industrinë dhe gjithë kineastët, nga profesionistë, artistë, nga gjithë vendi. E kam pas shumë të qartë vizion. Gjithmonë kam dashur që kineastët të bashkohen, qoftë në evente po themi të industrisë, qoftë në premiera, sepse i qëndroj prapë kompeticionit. Është e vetmja mënyrë që ti të gjesh zërin tënd unik, duke u shoqëruar me industrinë po themi që ty të përket, me ndatë njëjtat sfida, po edhe me ndihmu edhe me këshillu po themi në çfarë, sepse bashkimi është e vetmja rrugë në këtë rrugtim të vështirë po themi edhe zgjedhje shumë komplekse që të kemi sukses, sepse për mendimin tim
është shumë e nevojshme me u bashku edhe të hapet rruga